Kërkohet tash këtu shëndeti, megjithatë nuk mjafton. Do sinqeriteti është, shëndeti është, formallimi është, dashuria është, në disa raste edhe loti është, megjithatë nuk e ka obligim. Tash këtu haxhi kërkon edhe një gjë tjetër, edhe një element tjetër i cili është shumë i rëndësishëm pa të cilin haxhi nuk realizohet, dhe është aspekti financiar, që njeriu të ketë edhe pasuri. Kur të bëhen gjitha këto bashkë, tek atëherë haxhi është obligim për besimtarin. Pra gjitha këto e bëjnë ibadet madhështor, e bëjnë të veçantë nga shumë ibadete tjera, i përmbledh gjitha këto. Prej besimtarit kërkohet vetëm një herë? Vetëm një herë në jetë. Një herë në jetë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme që mos ta humbi mundësinë që të kthehemi me mëkatet e falura. Domethënë është haxhi përveç këto elemente që e ka edhe këtë aspekt që njeriu ndoshta nuk i jepet mundësia me përsërit haxhin. Prandaj duhet me qenë shumë i vëmendshëm, i kujdesshëm që ta shfrytëzon këtë moment dhe këtë rast që Allahu subhanahu wa taala